Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allah ju ndëroft të gjithë për pjesëmarrje, e Zotit shpisë, Allah i dash bereqet që na ka bën këtë ftesë. Allah i ndëroft për xhallarët e juj, duke filluar prej Isës, unë për i thëmë Hazreti Isës. Të ndëruar vllazën, kështu pu bon ka do më thonë edhe pa alkohol, edhe pa faqet zez, pu bo ka darsma. Mun po më jenë mirë që ka fillu dikush me më thirë ndarsën qështu. Se u bo më horë me të ndrejtën, hajde në banket, ku me shku e kalëzë? Ku mu përzije, ku mu bo horë? Po inshallah, ju në shtimje që jeni këtu, edhe misafir nga jeni rrethi, mi që dashamir, edhe na prej Prizrenit, edhe na të njëjtën propagandë bëjnë. Që darsmat jenë gzim në edin, e sot ma i gzushëm se Osmani nuk ka. A i me nëzi po prek në të shkëm, për nëse kem jetë më shku më njëherë. Ku është Osmani tash? Tash edhe ka ik për gzimit të ka. Po vllazënit e mi, vllau hoxha i ndëruar Isa i foli disa fjalë, ky pak ma kalon peshën mu ma tepër, edhe pse hoxha e mini tha, në vendoret e morëm fjallën. Martesa është sen i madhë vallahi. Mirë për duhet me jazgjezë edhe vendin, e mori shembullin shumë të mirë. Farën e grunit, me zgjedhë duhet pse për me të donë rendimentet mira, me të donë bereqet, edhe gruja duhet mu zgjedhë. Me një hadith që do t'ja shtoj unë këto Isës, do më thonë, jo do t'ja marrë fjallet, po t'a bëjmë marrë të madhe këtë mesele. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam po na urdhnon për femnën, fadhfar bidhati din të ribet jedak, fadhfar, kur t'hup një senti mirë, me t'hup, një lirë me t'hup dikun, natë, tërë, një pare shtrejnët, zakonisht arin në adim më të shtrejnëtin, a di që ka bëjnë shati? Shkojsh me kishta kadales, lira kur bjerë në tokë, lirën nuk e lypish me kacini, në lopat. Pse hupën në lopat, bjerë shkojnë që dërkatë. Po që ka bëjsh? Me kishta kadales. A i ke po ata të monumenteve historike, kur i zbulejnë, me do fshinsat vëtra, me do arkeolog, me do gjona, ke pa me sa kadales, pse zban me jahu për bukurin, qështë ka bo atëhera arhitekt ati zemanit, kadales. Edhe ti kur hish me lypat arin në tokë, me kadales më qitë me grusht, hupe prapë, të hup me e pate. Po thot pejgamberi fadhfar, me shikua fadhfar fi bidhatit din, që të fjallë dhëfër arab që i thëjnë thojit. Dhe më thonë, lipe për thot atë të miren kadales. Mës të të mashtroje hajtë, si kur sot që po mashtrohem këllaj. Po të fadhfar, me thu kadales lipe atë të miren. Cila është ajo e mirë, ja Resulallah? I kanë thonë, cila është e mirë, ja Resulallah? Që po në thush me marë të miren, ka thonë ajo që kur ta shikojsh, të gëzonë. Kur ta urdhrojsh, të dëgjon. Kur të shkojsh, të ruan nderin dhe pasurin tënde, edhe ti edukon e vlat. Kushe ka sot këtë? Mirë po, unë me keqardhjes po tham, po vllazën jam me hoxhën e juj, pra si musliman. Ja Rabbi, ajo femën, o hoxha i shtimje se i ndëruam, o Hazreti Isa Tërshani, po tham edhe juve, në qatë femën për e lypim, në regull. Në për e lypim Osmanit, gruja ti me konë, mashallah. Na që i kemi vajzat, a i kemi bo tërbije dikush mi lypë që ato vajzat. A i kemi bo tërbije, a i kemi edukuon fjalla. Na për e lypim, vëllë, kështë ka bo tërbije? Është unë kam vajzë, ti ki vajzë. Ose ti djale unë vajzë, ose ti vajzë, unë djale kështu më radhë, Allahu që shio falë rëzkë në këtë dynja. A i kemi edukuat, ja ke edukuat e vladin tëndë. A do me bora hata jo kur të shkoj e të burri e të jemi e bora hata të burrit.
Po pse? Sepse dashuria mes dy çiftit duhet me qenë dashuri reciproke, e nivelit më të lartë. Ky djali vogël, ky çuni, edhe pse është i ri tash, mbohesh më i bie imja si Aliu e Fatimja. E ndëgjuat një lahi, të mbohesh më i bia ime si Aliu e Fatimja. Çka o Aliu dhe Fatimja, kush janë këta dytë? Aliu, Hazreti Alija, radiallahu anhu, djali Axhës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka martu Fatimën, vajzën e pejgamberit, kanë ardhur natën e parë. Një fukara ka ardhur te dera. E pejgamberit qezi, thoni qez ka ju? Qez, çka i ka dhënë Fatimës kur e ka martuar një xhemper? Qa që ka pas, fukara dhe? E nesrit ka shku me e pa vajzën e vetë. Shikoni qka interesant, juve pleqve dhe për ju thamë, se unë babën e kam 90 vjetë. Dhe ta është na, kur ti martojmë shqiptarët, e kem një fije një farë, e paraqesim, si ta quj, rebelizëm pak, si me inatë, e martova mone, shkojmë nesër të miki, së shkohet nesër të miki, radhitën të një do fjallë ma vonë. Jo shkohet nesrit të miki, ngone pejgamberi nesrit ka shku të dhëndëri. Edhe sot ja ka vesh pejgamberi xhemperin vajzës, ja ka dhënë një xhemper. Nesrit ka shku me e pa vajzën, Fatimën. Kur ka shku me e pa vajzën, i ka thonë Fatime, ku e kje xhemperin dje që ta kam vesh baba, ku e ki ti sot? Tha, o bab, masin ke përcjell të Alija, në ka ardhur një fukara nder. E s'kem pas ma të mirin sent më i dhonë, se ma i miri sent duhet mu dhonë ma i miri, jo ma i keqi. E ma të mirin sent e kisha qatë xhemper. O i bi, po tha ti qimete, pse s'ja dhoni qeter? Tha, o baba, Resulullahit, po t'ja na kemsu, len të nalu l'birra hatta të nfiku, mimma të hibbun, a na kemsu që nuk mund të arrish mirësin e plot, pa e dhonë që ato që i për veti e duesh. Aha, a mo Fatimja e mësume, e vajza jeme është e mësume, vajza jota është e mësume, vajza tona, që i kemi lëshu e i kemi bërë cullak e type nuk i kemi në kontrol, e nuk i dim kur dalin e kur vine, ka shkojnë e ka vine, as vine. Ku jemi bre, o musliman? O vlaznit e mi. Jo veç me najtë vallahi, jo vallahi nuk kom kështu kjo feja jonë. Pasha një Allah që më ka falë, po ju thamë të gjithve dhe veti. Mës menoni që keni bo investim në vlatë të ju në veshje dhe mbate dhe në ndërtim. Nese 90% nuk bani investim në edukim, kur gjonë s'keni bo. Se kretë marejnë shpia, kretë marejnë palate, kërkush në zëkat s'nes, nuk flijet në rrugë zëkat. Ama, investim në edukim shka ke bo më kalzë. A je nalë me vajzën edhe me djallin tëndë, me vlatë tu, me lexuar një libër dinit islam kalzë. Wallahi jam i bindun që 99% në jo. Jam i bindun në shtu. Pse? Veç e ke marrë e vladin të në 7 vjeç, e ke regjistruar në shkollë, edhe i ke thonë mësusit të thefsh qapën me ta. Jo prind, jo bab, e jo ajnon. A jenal me lexuar një libër, një ilmi halë pak vogël, mi kallëzua vajzës tëndë dhe djallit tëndë, kushtet e dinit islam, prej shahadetit. Me i kallëzua e vladit tëndë si respektohet baba dhe nona. Prandaj sot s'kem respekt për e vladve, se s'kem investu, e qëka të mjallësh porrish. Prandaj në edukimin e fmive, duhet me bo shumë o vlaznit e mi investim. Jo vetëm me thonë unë vallahi, ju kom bo shpi. Biletash disa prej matrive, generatave tona përdhen kem investu, si brehoq, për ja kom pletësu këtë kushtet. Kablovikin e ka aty, aha, 200 kanala. Satelitin e ka aty, dreqnit e dy njosja kapën. Internetin e ka aty, faqja zez sa dush. Libra i kam pru, shka pas ke bo investim, kuku për ty. Wallahi kuku për ty. Kretë që ta së në, ka që ja ke pru që aty, kretë shejtoni o mrena. Ti me ton, a ke derigjuar që ka me bon. Wallahi unë e po thomë se unë jam hoqë të punu në Prizren që 23-4 vjetë imam i gjamisi. 10 dituria islame vinë në mujit,
As një nuk shitët. I falim ato se kemi paqare, borç. I gjoj ku i gjej paret, ato i japim. Ama as një që intereson me marrë një, e me qua në shpi. Ne jena mësuam i blej gazetat çdo ditë, palavrat e politikës i blejni, për ditë ato. Rilindjën e kemi blej 50 vjetë, ju e dini mirë para luftës. Që gjithë ka shkrua kalifaqe kundra fesë islame. Një gazetë si në gjendje të fesë me ishti në shpi, se përshkruan dituria islame. Mashallah, i bjerë në është mësyn, atë gjallit, a vajzës, a rejës, a burit, a gruës, o vla musliman, investim, nuk o investim, modeli jetës dënjës, a pëshe qëfar ka u që a kam bo. Njëni po më lefdrohet mua në Prizren, po thët, e këm prunë të ashtë dhomën e fjetjes prej Kines. është po thët, gjekiqenat e vojbe janë ty atë zenë, as janë si gjekiqenat e emit mlaj. A i qetri po më tregon, vallahi po, seriozisht të thonë. Prej Kines e ka prunë dhomën e fjetjes, komplet, inventari në shtëpisë. E kuzhinën, tha kuzhinën e kam prunë, tha hoqë prej Pakistanit. Po që pëse? Tha, një lojdrun shka puboke në Pakistan kontër botë s'kish. Wallahi as një iftar kurs në ka shtru kërkuja sa krabaz vetë. Shka i duhet e kuzhinë? Wallahi po, seriozisht për jo tha. Një tjetër më tha, e kom bon, tha tash një tavolinë që në ka në Maroko, Maroko një lojdruni, a i sporit ka kështu, po puzgot ka rrojnë për toke. Ato që shpej punoj kanë qëtë, punoj kanë zdinë zemë zruktar, tha e kom bon një punim, tha hoqë, sa vetë kanë hongër, kanë bo bismillah në tavolinë, kanë hongër elhamdulillah të ti, ja tha vallas një herë. O musliman, kretë ato fjetje, ato kuzhina kimi lanë, kanë mi trashëguat të tjeret, më kalzo e vladit tënë shka i ke bone edukim. Apo të thot, o bab, a u qova fjete. O vlaznit e mi, kretë ju kur qoheni në sabah, e ju duhan gjive të shpju thonë pak. Kretë kur qoheni në sabah, ho gjumë të kioska, të dyqani me blej duhanin. A o qudi kush prej të rive me shku të fura babës e nonës një blej një toplit në zetë? E di që jo, iq më su përgjegj një. E di e tu, unë e ditur është ajo. Pse? Babës e nonës ja presin aeroplanin e drasave. Ja rabi. Edukim. Pra ne, duhem të gjenë vendin edhe të gjenë edukimin. Një darsën e boni një shoki pe i gaberit, një darsën, të kalzoj modelin e darsënës të shëbon. Se ta shumë kushi nuk ne i përqenë, neve darsën atë kështu, shpibën. Pse? Kanë qefja dy ma gjupë me të pone ram, dame, pim, e dy të ponë gjia, dy të në gji, 100 vetë me në botë këpytna. Wallahi shtu një kush ka qef. Pse? Thot, du mi qitë një heru në ketë për jashta, dy të mi qitë menë në pepsi. Du mu trajnu. Shkova të njoni për belonë që si darsën. Edhe nuk shkoj tani, po të që kjo shkova. Këto shumë po hi në kërë të tjep. A i dhondri, shikoni qëfar zebanja, këshin artë atë dy të ponët, bame edini të banë gjithë qënë, rame, bame, likuradis në katë sa dush po ushtojnë. S'po ka nevoj zvëshnik e heq. Për thoma ti qomare se unë përdu me kalu me shkua një kënina. A i dhondri i shtrin për toke, edhe për thoma ty në thoni për në të qohët, dalë. Marë me thonë si hoqë, ko marë, po do më ullë që aty edhe mu parkuar. Se me kërë, me makinë shkova, largë. A i dhondri për thëtë, thoni hoqës, një herë po martohëm. E i shtrin në tokë. Aja tje, për rime të panë kështu, më rëmëmen sa shejton lëkë. Kykne a i veç po jetë në Zvitër kishë punuar. A besoni sa dha 800 franga dha. 800 franga pi shtrimas. Ato pi qumës sa ka dhonë. Wallahi, nuk po rejma. Unë me dhëmë, thori mërdondrit, kukë me detë me të paje nuse, qëfar burri ka me pa. Ju ka shtrim për toke, e pjo jetë të panave, e cyrleve pare. Na më spomenojmë që shtu sot me bon. Në një darsëm të shëbon këtë pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Ajo darsëm ka qenë prej Ubej ibn Kabit. Ubej e ka pasem një në ky shok që o martuar.
Allahi e ban flasmanin si kur Ubej. Thoni amin, se mirë ka më kallëzua. Inshallah, nusja kur vjen i nderon vjerrin, e respekton burrin, e Allah ju dhash të vlat, e u bomshin të rrugës Zotit, e bomshin i badet vetëm Allahun, Gjelle Gjelalu. Ajo është, rruga jonë është. E kjo qetra që e përmenda pak e dini vetë rruga ku jeshtë. Ubeji ishte në gjamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për pejgamberin i ditë po i thotë, djali i ky, apo do mu martu? Sa ja Rasulallah, kish qef mu martu, ama s'kish kushte, s'unë po martu. Edhe tha jo, shkoj një kohë, masi i tha jo pejgamberit, i ra ndërmend, mos ja theva urdhnin, se pejgamberit zban me ju thyve urdhnin, na plot urdhna po them. Na Allah i ka kemi thy urdhnin. Na zeqat s'po japim, na sadak s'japim, na në Ramazan hame pim si shkijet, na rakine pim si qafirat e Serbis. Po që ashtu pika shiut sot s'po në mirë. A ka pik shiut? Na e kemi thy Allahut urdhnin edhe pejgamberit. Ai tha jo ja Resulallah mu martu, po mës ta ishkën në mos ja theva urdhnin. Qa ban? Tha si të mbyt edhe njëherë pejgamberi, apo të mu martu, ka li thonë po. Shkoj 1 muj, 2 muj, si të rara ndi pejgamberit me pyt. Një ditë prapë shenë në gjami, tha Ubej, apo të mu martu? Tha shkyll shoj pen, tha qysh du është ti ja Resulallah? Se në vend babës o pejgamberi. Tha qysh du është ti, tha ja Resulallah? Tha unë, tha po du ti mu martu. Tha masi ti po do ja Resulallah unë mu martu, edhe unë po du mu martu. Po që atë bëjë, tha që unë nuk posedoj asgjë. Ka qenë prej një fisit Beni Eslem, një fis. Jeta fisnore, si të na, si gjdo kund, jeta unë fisnore. Tha shko të fisit, edhe thujmë, ka që pejgamberi, me më mledh do pare, do lek, me ble një dele mish me prej, se mirë është për darsam me prej, a knove me prej tja hiq. A përmende me prej, se të më arruat, e kjo Haji Sadrija zdja ka prej, as ka prej. Dashin, po dhe që ka del një dash këtu për që të dhe desh duhen. Bismillah, mashallah. Ata ishin konë bujar, për çka duhet me prej, ka thonë pejgamberi, eulim vëllu bishat. Mës mund shkur gjohë me bon për darsëm, prej kur bon bile një dele. Dhe shkoj këj me lyp ta e fisi, kur shkoj me lyp, ata ishin konë bujar, gjimerta, ja këshim les për një dash. Tha ja Resulallah, dash ju bon, po buka, tha buka në shpit pejgamberit. Shko të Aishja radiallahu anha, të gruja vetë, të këshur, shka ka prej bukës, bërë qëtë, ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. E boni darsman. Kur u bon darsman e Ubejit, e njerit ma të thjesht në shoqëri, ma të thjesht të kom fjallin që s'ka posedu, jo zëngjim, jo me emën, mirë po ka një emën qeter Ubeji. Ubeji ka një emën shumë të madhë. Allahu Gjelle Gjelaluhu Ubejin e ka përmend mbi 7 qiell. Ta që të regoj për këtë njeri. Kur e boni darsman, i ka thirë sahabët më të mëdhenj, Ebu Bekrin sa darsëm, Resulullahin darsëm, njerës sahabët më të daluam në Medinën darsëm të Ubejit. Ja, mashallah. Ajo, me të vërtet është respekt dhe karakter, apo jo? Në tash mi pas qeveritarët e mëdhenj darsëm, as në vjen mira? Mi pas ulemat e mëdhenj darsëm, as në vjen mira? Me siguri se po? Mashallah. E Ubeji e bani darsmën qështu thjesht, qështë e dëgjuhet vetë. Mirë, po kush o ky Ubej? Ky njeri kush është? Ky njeri nuk ju ka shkoq leximit Kur'anit hiç. Shpesh, panal, gjithë ka lexu Kur'an, fjallën Allahut. Një ditë, po i thët pejgamberi, o Ubej, tha urdhno i dërguar i Zotit, urdhno ja Resulallah. Tha ma lexo mua suratul Bejjina. Ma lexo mua suratul Bejjina. Është një surë në Kur'an, është gjysë faqe, el Bejjina e ka emnin, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tihum al-bayyina. Suratul Bejjina, ma lexo. Inshallah ju kur shkoni në përshpia e shfletoni e këquni, el Bejjina, el Bejjina. Tha ma lexo këtë sure.
Tha, pse ja Resul Allah, ty tu ka shpall, e unë me ta lexu? Tha, Allahu Gjellëshanuhu të ka përmend mbi 7 qiell për leximin e kësaj surës. Tha, mu tha më ka përmend? Tha, po ty, edhe më ka urdhnu me të bon selam. Allahu me i bon selam, Ubejit, pse është lexuesi Kur'anit? Tha, ja Resul Allah, edhe emnin ma ka përmend? Tha, edhe emnin ta ka përmend. Pse ja Resul Allah, pse është lexuesi Kur'anit? O vllazrit e mi juve, pleqve e trive, për ju thonë gretve edhe veti. Sa jeni na lexues të Kur'anit? Sa lexojmë na Kur'an? Na nuk kemi konë gjendje për një mujt Ramazanit, një mujt dit, 30 dit, një hat me një herë me lexu Kur'anin fillim me mbarim 300 fletë. Prandaj jo vllazrit e mi, ta shfrytëzojmë edhe këtë darsën. Të vllaut ton, të tham te Hazreti Osmanit, Allah i dashuroft si Fatimja e Alija, si Muhamedi me Hatixhen, Allah i dashuroft. Allahu i trashikoft. Allahu Gjelle Gjelalu ju qoft me zveti, muhabet e respekt të kënë deri në vdekje. Edhe të nderojnë babat, edhe të nderojnë vjerit. Pra, edhe nusja vjerit me nderua, edhe dhëndri me nderua vjerit. Pra, babën e nusës edhe shoqet nënën e nusës. Pse jemi met nësot pa edukat, o vllaznit e mi. Kemi met pa tërbije. Seriozisht për ju thamë. Kreta ankesat që paraqiten sot në celularat, që në paraqiten së gjallar, vallahi problemet kreta jenë familjare. Oho, s'di shka mi kanë bo nusës, asihira, magjia, treq, s'do më nej pa syt. Aj qetri s'do më nej pa syt, pikur karë s'do më nej pa syt, pikur karë s'do me pa djallin para veti, djallin së do në burin. Kretë që si probleme i kemi. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu në i shtoft hajrin, edhe në shtoft edukatën. Prandej, po ju thamë të gjithve, pa përjashtim as një, o vllaznit e mi, me ju këthyë rrugës Allahut me namaz, dhe me i eduku fëmijët, me investuar në edukim. Jo me investuar me apru kablovikat e, me apru celularat e, iPhone-at e, trajfonat e, hajvanat, e ku di une, jo, vlla, ma ato nuk edukohen generatat, e edukohen fëmijët, por edukohen me bashkëpunua me ta, si kur mësusi A, B, me lexuar çdo ditë me fëmijët, inshallahu taala, masi t'i bëjnë më dhe një 2 ilahi, me siguri edhe dishka dhe të mundohemi me u knaq, masi që jemi ardhur këtu me u knaq, së është darsëm, mirë, po masi në darsëm në adhe, dhe të folim edhe fjalë mira, inshallahu taala. Allah ju nderoft për dëgjim.